Kölni i Gjermanisë është goditur sërish nga sulmet seksuale gjatë festës së karnavaleve, pavarësisht se policia kishte marrë të gjitha masat për të mos u përsëritur ngjarjet e ditës së ndërrimit të viteve. Policia gjermane ka bërë të ditur se gjatë kësaj feste ka ndodhur 22 sulme seksuale dhe si pasojë janë arrestuar 190 persona të dyshuar. Numri i sulmeve seksuale ka qenë më i lartë natën e parë të karnavaleve në Köln sesa vitin e kaluar. Një grua është sulmuar dhe e përdhënuar teksa kthehej në shtëpi, njofton më tej policia, e cila ka arrestuar menjëherë autorin. Ndërsa një grua tjetër, e cila u abuzua seksualisht gjatë ndërrimit të viteve, është shprehur se do të shkojë në festën e karnavaleve, por është e friksuar se mos i ndodh sërish e njëjta gjë. Kölni ka aktivizuar 2500 polic për festën e karnavaleve, e cila zgjat një javë. Gjatë kësaj feste, Gjermania pret zakonisht rreth 1.5 milion vizitor. Megjithatë, këtë vit numri i vizitorëve ka rënë, pavarësisht sigurisë së lartë. Sa kaq nata e ndërrimit të viteve në Köln, ngjalli nervozizëm tek gjermanët kundër fluksit të madh ndaj azilkërkuesve, çka ka bërë që të ngrihen kritika të shumta në vend ndaj kancelares gjermane Angela Merkel.